Ndalim tani më tej, ndërsa do të ndalim së pari tek një lajm i minutës së fundit, bëhet fjalë për një reagim nga ambasada e SBA-s në Tiranë për protestën e 22 marsit të thirrur nga Partia Demokratike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri ka bërë sërish thirrje qytetarëve amerikanë në vendin tonë që të kenë kujdes nga protestat e Sali Berishës. Së fundmi, ambasada u kërkoi qytetarëve amerikanë të shmangin lëvizjet e panevojshme në kryeqytet, pasi protestat e Kryedemokratit që pritet të mbahet me 22 mars mund të përshkallëzojë në dhunë, siç ka ndodhur edhe më herët. Çfarë shkruan njoftimi konkretisht është si vijon. Një protestë është planifikuar të zhvillohet të dielën më 22 mars 2026 në orën 18. Protestuesit planifikojnë të mblidhen pranë godinës së kryeministrisë, e cila ndodhet në bulevardin dëshmorët e Kombit mes sheshit Nën Tereza dhe sheshit Skënderbej. Protesta mund të zgjerohet edhe në zonat përreth. Pritet prania e shtuar e policisë, mbyllje rrugësh dhe ndërprerje të trafikut në orët para dhe gjatë zhvillimit të protestës. Personeli të ambasadës së SBA-s është këshilluar të shmangin protestën dhe sugjerojnë gjithashtu që të ndiqen mediat lokale dhe të zbatohen udhëzimet e autoriteteve vendore për informacionet më të fundit. Duhet theksuar dashuri që ky reagim i ambasadës së SBA-s në Tiranë është në vazhdim e reagimeve të një pasnjëshme të bëra sa herë thirrët një protestë e nivelit të tillë në kryeqytet nga Partia Demokratike, që këto janë pamjet që tregojnë edhe precipitimin e situatës në momente të caktuara dhe në mbrojtje të qytetarëve të vetë amerikanë, ambasada e SBA-s bën këtë thirrje. Ka ndodhur herë të tjera që të jetë vetëm pak minuta më parë, pak orë më parë kjo thirrje, apo një ditë më parë. Sot shohim që ka një diferencë prej 3 ditësh në njoftimin që vetë ambasada bën.